Muzeu Reporting House ka organizuar të mërkurën më 1 tetor 2025 një panel diskutimi për të shënuar 28 vjetorin e protestës së 1 tetorit 1997. Më 1 tetor 1997, Unioni i Pavarur i Studentëve të Universitetit të Prishtinës organizoi një demonstrat për të kërkuar të drejtën për arsim dhe universitet në gjuhën shqipe dhe liri. Në këtë diskutim morën pjesë protagonistë të asaj demonstrate, të cilët sollën kujtime e momente të veçanta rreth organizimit dhe rëndësisë së saj. Bujar Dugolli, ish kryetari i UPS-UPS, tha gjatë diskutimit se me demonstratën e 1 tetorit ishte fundi i rezistencës paqësore dhe fillimi i një lëvizje aktive. Ai tha se lëvizja studentore që nisi me 1 tetor 1997 kishte një karakter shumë më të gjerë se sa ai për të drejtat në arsim e universitet. Çlirimin e Kosovës nga Serbia. T'ja bëjmë me dije faktorin ndërkombëtar se çështja e Kosovës dën trajtim dhe dën zgjidhje. Një e dyta, kemi dashur dhe ja kemi arritë që ta fillojmë ecjen e një lëvizje politike aktive në Kosovë, e cila e dim me 28 nëntor doli publik Ushtria Qeverimtare e Kosovës dhe t'i dhëm fuqi rinore, një lëvizje e cila filloi të organizohet si asnjëherë më parë, siç është lëvizja qeverimtare në krye me Ushtrinë Qeverimtare të Kosovës. Pra kjo është 1 tetori i vitit 1997, është fundi i rezistencës pasive dhe fillimi i rezistencës aktive, që pasoi me luftë qeverimtare. Kurse Driton Lajçi, ish nënkryetari i UPS-UPS, foli për veprimet naziste të regjimit serb atkohë dhe nevojës për një rezistencë aktive. Atkohë patriotizëm u kriju, bindja është nëse organizohesh në periferi. Nëse organizon ti një tubim në breg dillit, është një fashetitje protestuese dhe është patriotizëm. Patriotizëm është nëse e qel ti një dhomë simore në Dardani, ose në Vranjevc, ose në Kolovic, ose kudo tjetër. Na e kem sfidu pikërisht këto. Nga periferia me shku në qendër. Të fillu me ndrru mënyrën e të mendumit edhe personalitetin e njerëzve, që është edhe filozofike, sepse, domethënë, me mbyt frikën nuk ka qenë e lehtë. Edhe kështu gradualisht kem fillu, kem taku, siç e thatë ju, pjesë e platformës tonë, sensibilizimi, me taku subjekte politike, diplomat, gjitha pa përjashtim përfshi edhe komunitetet fetare, muslimane, krishtere, gjithë i kem taku me radhë BSPK-n, në mënyrë që m'jau shpjegu. Ndërkaq Mihane Salihu Bala, ish antare e kryesisë UPS-UPS, kundërshtoi supozimin se në protestën e 1 tetorit 1997 kishte më pak vajza. Ajo tha se studentët e atëhershëm ishin pjesë e asaj demonstrate, por edhe pjesë në aktivizmin e asaj kohe. Metafora e më pak vajza më shumë djem, unë ndaj mendimin që nuk është në rregull në rend të parë, e dyta është një mohim i gjithë atyre studentëve, vajzave, grave, nonave, punëtorëve, profesionistëve që kanë marrë pjesë në jetën, aktivizmin e shoqërisë kosovare të asaj kohe. Kështu që sa i përket vajzave pyetjes së juaj, fotografitë e shkrepura në pjesën frontale, aty ku shihen miqtë e mi, shokët e mi, bashk udhëtarët e asaj kauzës që e kemi pas, është e vërtet që duken burrat. Po të rreshti 2 e gjysmë jam edhe unë. Janë edhe kolegët e mia të Fakultetit Filozofik. Remzie Shahini Hoxha, ish kryetare e UPS-UPS, dega e Fakultetit Filologjik, veçoi vëmendjen ndërkombëtare që mori demonstrata e 1 tetorit.
Në tetori ka qenë një protestë e cila ka qenë mire strukturume e organizume. Do me thonë, se cili prej nash kemi pas një detyrë, përveç se cilit prej nash si individ, se cili prej nash ka bardh një simbolik me vete. Do me thonë, ne në ditën e 1 tetorit kemi pas të gjithë veshën këmishat bardha, që kanë simbolizu paqen. Demonstrata e 1 tetorit 1997 pati jehun edhe në arenën ndërkombëtare. Pavarësisht natyrës paqësore të protestës, studentët u përballën me dhunë brutale nga policia serbe. Drejtuesit e protestës dhe shumë prej pjesëmarrësve u arrestuan dhe u rrahën brutalisht. 1 tetori zyrtarisht njihet edhe si dita e studentëve.